Habit eksperti, nëse goja juaj ka këtë erë, urgjent shkoni tek mjeku, mund të vuani nga këto probleme shëndetësore. Duke filluar nga diabeti deri te problemet e veshkave dhe mëlçisë, ja cilat janë disa nga probleme shëndetësore që mund të kenë simptoma të parë, erën e keqe të gojës. Sipas ekspertëve të Healthline do të rendisim në këtë video disa nga shenjat të cilat mund të paralajmërojnë edhe probleme për shëndetin, dhe si simptom të parë mund të kenë erën e keqe të gojës. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Një prej shenjave mund të lidhet edhe me diabetin. Nëse fryma juaj ka një erë të ngjashme me frutat e kalbura në acid, do të thotë se trupi juaj po përdori yndyrnat për energji në vend të sheqerit siç është glukoza. Kjo do të thotë se mund të jeni duke vuajtur nga diabeti, prandaj është më mirë të bëni një kontroll me mjekun specialist. Gërritja. Mund të keni tharje të gojës nëse gërrisni, flini me gojën hapur, duke bërë një vend strehim të përshtatshëm për bakteriet që shkaktojnë frymën e mëngjesit. Jeni më të rrezikuar që të gërrisni nëse flini me shpinë, prandaj flini në një rënan. Ushqimet e mbetura në dhëmbë gjithashtu mund të shkaktojnë zhvillim të bakterieve. Një larje e mirë e dhëmbëve përpara gjumit është patjetër e nevojshme në situatën tuaj emergjente. Sëmundjet e mishrave të dhëmbëve gjithashtu mund të lidhen me erën e keqe të gojës. Nëse keni një shije metalike në gojë, mund të jeni duke zhvilluar bakteriet përreth dhëmbëve, që çojnë në inflamacione dhe infeksione. Në gjuhën mjekësore quhet ndryshe periodontiti. Mund të keni këtë shije metalike nëse pini duhan ose nuk i lani dhëmbët dhe i pastroni ato me fill dentar. Sëmundjet e mishrave të dhëmbëve mund të trashëgohen në familje, ndaj është më mirë që të flisni me specialistin. Refluksi i acidit mund të lidhet gjithashtu me erën e keqe të gojës. Refluksi i acidit është një sëmundje kronike e dëmtimit të mukozës së stomakut dhe ezofagut, si rezultat i kthimit mbrapshtë të acideve në stomak drejt ezofagut. Mund të shkaktojë një aromë si të thatë në gojë, si dhe të shkaktojë gromësima. Bakteri Helicobacter pylori. Ky lloj bakteri lidhet me ulçërën, mund të shkaktojë një erë shumë të rëndë nga goja, si dhe të vjella, dhimbje stomaku, probleme me tretjen e të tjera. Shumë nga këto simptoma mund të lehtësohen me antibiotik, por gjithmonë duhet i merrni në mbikëqyrjen e ekspertit. Infeksionet e rrugëve urinare dhe ato të frymëmarrjes mund të lidhen gjithashtu edhe me problemen e erës së keqe të gojës. Ftohja, kolla, infeksionet të sinuseve shkaktojnë kalimin të mukosit të mbushur me bakterie nëpërmjet hundës dhe gojës, duke ndikuar kështu drejt për së drejti në erën e keqe të gojës. Era zakonisht fillon të përmirësohet pasi trajtohet nga këto komplikacione. Ndaj edhe përzgjedhja e duhur e recetave në kushte shtëpie mund të ndihmojë në lehtësimin e këtyre komplikacioneve. Ju mund të merrni ilaçe të caktuara të cilat mund të ndikojnë drejt për së drejti në erën tuaj të gojës. Disa ilaçe mund të shkaktojnë erën e keqe të gojës si pasojë e tharjes së saj. Ilaçe të tilla siç mund të jenë për shembull ato të cilat trajtojnë problemet e zemrës ose edhe trajtimet që mund të merren për gjumin ose shëndetin e rënduar, mund të lëshojnë kimikate që shkaktojnë një erë të keqe dhe të rëndë të gojës. Këto ilaçe mund të krijojnë gjithashtu edhe vështirësi në dhëmbët tuaj. Ndaj një konsult me specialistin që ju ka këshilluar të merrni këto medikamente mund të jetë zgjidhja më e mirë e rastit tuaj. Gurët në bajame. Gurët në bajame janë ato masa të bardha të cilat formohen në pjesën e bajameve. Formohen nga mbushjet të kriprave dhe mund të krijohen edhe nga mbetjet ushqimore, të cilat her pas here dalin në formën e tapave të vogla të bardha me erën e keqe. Nëse keni këtë shqetësim, shkoni te specialisti dhe merrni trajtimin e duhur. Një tjetër arsye pse mund të keni erë të keqe të rëndë të gojës mund të jetë gjithashtu edhe problemi dehidratimit. Kur nuk pini mjaftueshëm ujë, mund të keni një mungesë më të madhe të përshtymes, që normalisht mund të krijojë gjithashtu edhe bakterie të gojës. Kjo mund të çojë në erë të rëndë që mund të vijë në frymëmarrje. Disa studime tregojnë se gjëndrat që nuk prodhojnë përshtym, siç mund të jenë edhe ato të gojës, mund të krijojnë një erë të keqe të gojës dhe ka nevojë për një trajtim të specializuar për të evituar gjithashtu këto komplikacione.
dhe hidratojeni trupin ashtu si duhet për të marrë edhe një frymë më të freskët. Problemet me mëlçin mund të kenë si simptom të parë erën e rënë të gojës. Mund të shkaktojë një erë si myk që mund të vijë nga frymëmarrja juaj, që në gjuhën mjekësore mund të quhet fetor hepaticus. Përveç erës së keqe të gojës, gjithashtu, edhe sëmundjet e mëlçisë shfaqin simptoma të tjera si verdhëza, kur lëkura dhe e bardha e syve marrin një nuancë të verdhë për shkak të krijimit të pigmentit të quajtur bilirubin në sistem. Problemet me shëndetin e veshkave mund të lidhen gjithashtu edhe me erën e keqe të gojës. Mund të keni një erë të rënë si peshk nëse veshkat nuk filtrojnë lëngjet si duhet. Kjo simptom shfaqet zakonisht edhe në fund të problemeve me veshkat, njohur ndryshe si faza e fundit të sëmundjeve renale. Në këtë fazë është e nevojshme trajtimi me pajisje që filtrojnë në gjakun, siç është dializa ose gjithashtu edhe transplanti veshkave, të cilën duhet ta bëni edhe pasi mjeku juaj ta këshillojë. Nëse fryma juaj ka një erë të rëndë që nuk shkaktohet nga dhëmbët tuaj, është momenti të flisni me mjekun për të parë nga afër edhe mënyrën e duhur se si mund të lehtësoni këtë komplikacion. Një buzëqeshje e shëndritshme është ëndra e të gjithëve, por përpara se t'i drejtoheni dentistit për zbardhjen e dhëmbëve, të cilat shpesh edhe mund të jenë të dëmshme dhe të kushtueshme në shumicën e rasteve, ju mund të ndiqni trajtimet tuaja të preferuara në mënyrë natyrale në kushte shtëpie. Për zbardhjen e dhëmbëve, duhet të keni një higjenë vërtet të mirë. Të lani dhëmbët të paktën 2 herë në ditë, të përdorni fillin dentar dhe të pastroni dhëmbët me fill dentar dhe gjithashtu të lani edhe gjuhën. Por mund të ndiqni edhe disa trajtime të mira natyrale, të cilat në kushte shtëpie mund t'japin rezultate fantastike në rastin tuaj. Sipas Brightside, në këtë video do të rendisim disa mënyra të cilat mund t'ju ndihmojnë në dukshëm në lehtësimin e këtyre komplikacioneve. Në ndihmë në këto raste mund t'ju vijë gjithashtu edhe përdorimi i lëkurave të bananes. Bananet janë një burim shumë i mirë i vlerave ushqimore për organizmin ton, por edhe lëkura e saj mund na shërbejë dukshëm në disa situata. Para se t'i hidhni në plera lëkurat e bananeve, sigurohuni që të merrni edhe trajtimet të duhura ushqyese. Si fillim, hapni bananen, e merrni lëkurën dhe nga pjesa e brendshme e saj fërkojeni në dhëmbë për 2 minuta. Më pas i lani dhëmbët si zakonisht me pastë dhe me fill dentar. Ky veprim mund të përsëritet 2 ose 3 herë në javë dhe rezultatet që do të merrni në fund do të jenë mbreslëndse për higjienën tuaj të gojës. Zbardhja e dhëmbëve me lëkurën e bananes i detyrohet mineraleve të tilla siç mund të jenë gjithashtu potasiumi, magnezi, mangani, të cilat gjenden me shumicë te ky frut. Luleshtrydhet gjithashtu mund të jenë një ndihmë fantastike në rastin tuaj konkret dhe t'i japin një higjienë më të mirë të shëndetit tuaj dentar. Disa luleshtrydhe të shtypura të vendosura mbi dhëmbë për 2 ose 3 minuta, më pas i shplani dhëmbët me ujë dhe i lani ato me furçë si zakonisht. Luleshtrydhet veprojnë gjithashtu në 2 mënyra, duke përmirësuar gjithashtu edhe smaltin tuaj të dhëmbëve dhe duke evituar komplikacionet e tyre. Ndjekja e këtyre ritualeve në kushte shtëpie sigurisht që do ju bëjë të keni një frymëmarrje më të mirë, më të shëndetshme dhe të evitoni gjithashtu edhe komplikacionet e tyre. Sigurohuni të ndiqni edhe trajtime të specializuara her pas here, të konsultoheni me mjekun tuaj specialist dhe të evitoni gjithashtu problematika të ndryshme të tyre. Lëkura dhe lëngu i limonit mund të jetë një alternativë shumë e mirë, e cila mund të përdoret vazhdimisht në rastet tuaja, sidomos nëse doni vetëm të keni një frymëmarrje më të freskët. Acidi në nivel të lartë që gjendet te limoni mund të veprojë si zbardhues, por nuk rekomandohet të përdoret më shumë se 1 herë në javë. Mjafton të fërkoni dhëmbët me lëvoren e limonit dhe më pas të bëni edhe një larje si zakonisht. Në këtë mënyrë rastet të tilla do të jenë fantastike për higjienën tuaj dentare dhe mbi të gjitha në sigurimin e një mbrojtje më të mirë të dhëmbëve tuaja. Është e rëndësishme që të konsultoheni me ekspertin siç është dentisti të paktën 1 herë në 6 muaj për të parë nga afër shqetësimin e vërtet që kanë krijuar dhëmbët tuaj. Vëmendje, ju bëj me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë,
të mos e zhvendësojë në këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.